Në qytetin e Belshit u zhvillua një aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të projektit Active Water 2, i cili synon rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e burimeve ujore dhe promovimin e angazhimit qytetar për një mjedis më të pastër dhe të qëndrueshëm. Në këtë aktivitet morën pjesë qytetar, drejtues të Bashkisë së Belshit dhe aktivist për mbrojtjen e ujrave. Projekti mbështetet nga Suedia, ndërsa i pranishëm ishte edhe përfaqësues të ambasadës suedeze në Tiranë. Sheshi kryesor pranë liçenit të Belshit ishte qendra e këtij organizimi. Belshi, i njohur për kompleksin e tij me 84 liçene, është një nga destinacionet turistike më të frekuentuara, si nga turistët vendas, ashtu edhe nga ata të huaj gjatë gjithë vitit. Gjatë aktivitetit u theksuar rëndësia e diskutimit, ndërgjegjësimit dhe veprimit të përbashkët për mbrojtjen e ekosistemeve ujore dhe forcimin e bashkëpunimit komunitar në mbështetje të mjedisit. Fjalën përshëndetse në emër të Bashkisë së Belshit e mbajti nënkryetaria Romina Mema, e cila theksoi se ruajtja e burimeve ujore dhe liçeneve të Belshit është një prioritet jo vetëm për bashkinë, por edhe për qytetarët. Duke qenë se Belshi njihet si perla e Shqipërisë së Mesme, është kthyer në vitet e fundit në një atraksion shumë i rëndësishëm turistik dhe ka tërhequr vëmendjen e gjithë turistëve, qoftë vendas apo huaj. Marrë shkak nga çmimi që Bashkia e Belshit ka marrë vitet e fundit në ITB Berlin, që ishte Bashkia e Green, duke marrë çmimin e bronzit. Neve përpiqemi në punën tonë të përditshme që çdo ditë më shumë të mbajmë pastër ambientin dhe të gjithë pasuritë natyrore që ne kemi, duke filluar nga liçenet, pasi ato i kemi me shumicë. Pra në Belsh janë 84 liçene dhe ne mundohemi që ato ti kemi sa më të pastra dhe të jenë, siç tha edhe përfaqësuesi i ambasadës suedeze, që të jenë edhe të notueshme për gjithë turistët. Kështu që së bashku me HTH-n dhe gjithë aktorët tjerë pjesëmarrës në këtë event, përpiqemi dhe bëjmë mundur që të kemi edhe donacione, po edhe duke pasur pak buxhet, se duke qenë bashki e vogël nuk e kemi mjaftueshëm buxhetin për të bërë monitorimin dhe trajtimin apo pastrimin e të gjithë ujrave që ne kemi këtu. Ne kënaqësi që jemi sot në qytetin e Belshit, siç e pam edhe nga komuniteti ose nga përfshirja komunitare në qytetin e Belshit, sot prezantuam ngjetjet në kuadër të projektit Active Water 2, i cili është financuar në kuadër të projektit Greenal, që udhëhiqet nga Koplan dhe pjesë e konsorciumit projektit që udhëhiqet nga HDH Foundation, i cili ka bërë edhe gjetjet në kuadër të monitorimit të cilësisë së ujrave në 18 trupa ujor, duke përfshirë 2 trupa ujor që janë pjesë e Bashkisë Belsh, që është liçeni i Tafanëve dhe liçeni i Belshit. Këto dy trupa ujor kanë rëndësi të veçantë si për komunitetin, por edhe impaktin që ka cilësia ujrave të tij në komunitet, patjetër. Po ashtu, në kuadër të projektit, ne kemi pasur një diskutim, mund të themi, bashkëpunues me institucionet vendore, kryesisht Bashkinë e Belshit, që duhet ta përshëndes në këtë rast, po edhe prefekturën e Elbasanit në kuadër të, mund të themi, krijimit të një dialogu bashkëpunimi dhe konstruktiv në kuadër të projektit, në mënyrë që edhe të nisim edhe një formë reagimi ndaj përmirësimit të cilësisë së ujrave dhe të komunitetit në Bashkinë e Belshit, që është edhe një rezultat i mirë, mund të themi, dhe një rrugë, mund të themi, e mirë për sa i përket zgjidhjes së kësaj problematike. Cili është mesazhi që vjen sot mbas këtij aktiviteti? Mesazhi kryesor, në fakt, është edhe një ndër, mund të themi, rezultatet që kryesisht gjen ose duhet të ketë projekti, është që të sensibilizojmë masat ose komunitetet, pra të arrijmë të sensibilizojmë masat që të bëhen pjesë e zgjidhjeve që ne parashikojmë në kuadër të projektit. Kjo është, mund të themi, edhe mesazhi kryesor, projekti është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të arrijë tek komunitetet.